sa që bën veprime edhe në kundërshtim edhe me bindjet e veta, domethënë edhe të partisë. Shkon, siç e përmeni zotëri ju, në varrim të babës ish presidentit. Ba shumë të afërt krejt në fillim, kur more drejtimin e Prishtinës edhe me kryeministrin Kurti. Sepse ai ka qenë në të paktën minimalisht më me thonë që ka qenë votuesi i VV-s, s'po thon as për krast ose i afërt. Zotëri Kurti kur ka bë vizita në diasporë gjithsesi në Londër, shtëpia e tij e Ramës ka qenë pika ndalës ato. Për herë, po thonë që pikturave dhe dizajnit të bukur interior. Për herë, edhe thash që po rikthena prapë te argumenti që rritja e Ramës në gjithsesi fitoria e tij në Prishtinë është rrezik serioz për Lumir Abdigjiku. Për lërson rrezik, ajo mund të qenë një mundësi. Por jo mundësi për Lumirin. Jo, për Lumirin, sepse edhe Lumiri edhe secili që është në LDK, po jo vetëm LDK, secilën parti në kushte normale e dinë që nuk janë të përjetshëm. Po sigurisht. Edhe ata e dinë që kanë mundësi një herë, dy herë me arrit ato qëllimet, premtimet që i kanë dhënë për partinë, këtë rast që LDK-n me kthy me bë parti të parë. Në qoftë se një herë, dy herë nuk arrin me, do të thonë kalon një parë zgjedhje, dy parë zgjedhje, nuk arrin në atë qëllim që me qenë partia e parë, unë jam i bindur se edhe Lumiri, edhe Gazmendi, edhe secili në LDK e dinë që duhet me hap rrugë tjetrit, i cili ndoshta ka politika, ka strategji tjera për me pru LDK-n në parti të parë. Që unë këtë nuk e shoh asnjë cili do që të vjen në leadership pas Lumirit dhe kur do që tjetë koha, ne nuk e dim kur është ajo kohë, unë nuk e shoh asnjëherë si rrezik, po e shoh vetëm si një mundësi përpara. Për këtë his s'ka dert se ani ndëgjova pak ma shumë. Në faktin ndëgjova kolegun që tha që përparim Rama është rrezik për zotin Abdigjiku. Mendoj që zoti Abdigjiku përparim Rama nuk ja rrezikon absolutikisht leadershipin në parti, sepse zoti përparim Rama është fragjel në lidhjen demokratike të Kosovës. Për arsye sepse nuk është i lidhur me strukturën e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe Lumir Abdigjiku, kryesia e LDK-s e ka në dorë pothuajse gjithë strukturën, gjithë aparatin brenda lidhjes demokratike. Dhe po të doj lidhja demokratike në çfarë do situatë mundet edhe të mos ta afroj zotin përparim Rama. Sepse ai është nuk ka kur farë roli, kur farë ndikimi në brenda strukturave të partisë, as nuk ka as në ndeg të tij në fakt, e për çka në struktura ai nuk ka mbështetje brenda kuvendeve të partisë, organizmave të partisë nuk ka. Jo veç argument, por është një fakt që demandon. Isa Mustafa nuk ka qenë antar i hiç i LDK-s. Domethënë ka fituar në 2 palë zgjedhje në kryeqytet. Çfarë s'ka qenë Isa Mustafa? Veç ka dalë. S'ka qenë burri i dheut. Pse akuzojnë atëre për 3%, si ka arrit ai me qenë ministër i... Po s'ka qenë LDK. Si ka qenë? Po s'ka qenë LDK, ka qenë ministër i Bujar Bukoshit, po s'ka qenë LDK. Veç, je antar i LDK-s, nuk vedin historiatin e partisë përkatëse. Ku merr ti drejtën më thonë që çka di, çka s'di? Po nuk pedin, po dëshmon çto, që në kohë reale jetu dëshmon. Çka s'dita? Isa Mustafa nuk ka merr ti drejtën më thonë çka di, çka s'di. Çka kjo çasje kështu? Nuk po shoh, veç pak edhe më dekonstrukton, veç nga ka dalë, prit. S'ka qenë antar i LDK-s hiç. Manej ka fituar 2 palë zgjedhje, edhe ju është ofruar posti nënkretarit. Ka thonë e moj men me një titull të gazetës, nënkretari për mua është satisfaksion. Nënkretari i LDK-s. Mandej i ka bë komplot ndërkohë Fatmir Sejdiut me strukturat e tina edhe ka ardhur në dhjetor të vitit të 2010 është bë kryetar i LDK-s. Mundet më na ndihmu. Po, ka mundësi se kam qenë pjesëmarrës si disa. Po, Rexha, e lutem. Po, Rexha, besoj që Rexha e di më mirë. Shumë sepse kemi edhe diçka tjetër për. Edhe Rexha edhe unë e di shumë mirë. Po, sigurisht. Po s'ka qenë, Isa Mustafa nuk ka qenë antar i LDK. Ta marr veç shkurt mendimin e Rexha edhe nuk ka qenë struktura kur. Zefaj, po Rexha. Kështu është puna e Isa Mustafës. Isa Mustafa ka qenë ministër në qeverinë e Bujar Bukoshit, si përfaqësues i Partisë Parlamentare të Kosovës, ku kam qenë unë antar kryesisë, dhe ka u zgjedhur me propozimin tim bashkë me Xhafer Shatrin, do të dy na i kemi pasur. Edhe Xhaferi s'ka qenë LDK-s. Në qeverinë e Bukoshit. Mirë po, ai nuk ka qenë antar i Partisë Parlamentare